Durrësi. Në ndërkohë, vetëm para pak ditësh, ne kemi marrë lajmin e mirë dhe kemi firmosur këtu në Tiranë, në pranit kryeministrit, edhe të zëvendës presidentes Kaja Kallas të Komisionit Evropian, marrëveshjen për financimin e segmentit të parë të korridorit 8, duke kompletuar kështu korridorin e 8 ashtu siç u thash, se është një korridor i cili përmbush kushtet e transportit rrugor, hekurudhor, transportit energjetik edhe atij të sigurisë militare. Pra, kështu që rehabilitimi i Durrës-Rogozhinës është segmenti i parë i korridorit të 8, gjastësia është 34 kilometra dhe punimet për këtë fillojnë në tremujorin e parë, pra në janar të vitit 2026 hapet një kantier tjetër në Republikën e Shqipërisë, pas fundit të vitit 2025 ku hapim Vor-Hanihotit, në fillim të 2026 hapet Durrës-Rogozhina, duke e kthyer Shqipërinë edhe në një kantier të hekurudhave. Në ndërkohë që rehabilitimi i linjës Rogozhin-Pogradec, e cila e çon këtë linjë në kufi me Maqedoninë e Veriut, ka një gjatësi prej 120 plus 4 kilometrash, 120 janë në tokën tonë dhe 4 kilometrat janë në zonën kufitare, pra me Maqedoninë e Veriut, dhe pritet që sipas të gjithë proceseve që ne duhet të ndjekim edhe për këtë segment, që është segmenti më i madh i korridorit të 8, ne të nisim punimet dhe gjithçka tjetër në vitin 2028, sipas fazave të përgatitjes së projektit inxhinierik nga WBIF-i. Tashmë, ka lindur një nevojë imediate edhe për hekurudhat e brendshme. Duke qenë se ndërtimi i një porti të madh siç është porti i Durrësit, i riu, pra porti i Porto Romanos, nuk mund të kuptohet pa një hekurudh. Një port i kapaciteteve të tilla është e nevojshme dhe domosdoshme ndërtimi i një hekurudhe, dhe që ne ta lidhim portin e Porto Romanos me hekurudhën Tiranë-Durrës dhe më pas me hekurudhën Durrës-Rogozhin për ta futur atë në korridorin e 8 dhe për të dërguar këto mallra në Maqedoninë e Veriut apo në Bullgari, do na duhet që të krijojmë edhe këtë pjesë të brendshme hekurudhore, e cila lidh Sukth Porto Romano me një gjatësi prej 11 kilometrash dhe është projekti detajuar në fazë prokurimi, i cili bashkangjitet projektit madh të portit Porto Romanos, duke kompletuar totalisht këtë nyje infrastrukturore. Gjithashtu, e njëjta situatë na ndodh edhe në jug të vendit. Tashmë, pas pak ditësh, ne do të kemi fluturimin e parë në aeroportin e Vlorës, në javën e parë të majit. Megjithatë, portet dhe aeroportet do të kenë programin e tyre prezantues, kështu që unë do të merrem me hekurudha tani për të thënë që nuk mund ndërtosh një aeroport i cili është disa kilometra larg qytetit dhe ta lësh të ndërlidhet vetëm me rrugë automobilistike. Është e pamundur në ditët e sotme. Ne kemi vesh për dëgjuar dhe jemi shumë të vëmendshëm në kërkesat që kanë turistët, që ka tregu. Dhe një nga kërkesat kryesore që ka çdo turist që vjen në Shqipëri është transporti publik. Transporti publik, sidomos nga destinacioni kur ata zbresin dhe arrin në aeroportet tona. Ndaj, ashtu si që Rinasi do të ketë trenin që do ta çojnë në Tiranë apo do ta çojnë në Durrës, edhe aeroporti i Vlorës do të jetë i lidhur me një shinë hekurudhore, e cila do ta çojë në qytetin e Vlorës, pra do të jetë via Vlorë dhe do të jetë një segment i gjatë 5 kilometra, tren i shpejtësisë, i cili do të çojë dhe do të sjellë pasagjerët nga aeroporti i Vlorës, duke krijuar kështu dy segmente të brendshme, të palidhura me korridoret dhe të palidhura me financimin e WBIF-it. Në ndërkohë, gjithashtu,
në buxhetin e shtetit ne kemi nisur parashikimin brenda PBA-ve të linjës e kurudhore Rogozhin-Vlorë. Linja e kurudhore Rogozhin-Vlorë është një linjë ekzistuese, e cila duhet rehabilituar, kthyer në parametrat europian, padyshim sipas të gjithë parametrat të elektrifikimit të stacioneve të sigurisë e kurudhore, duke bërë kështu një ndërlidhje të veriut, duke nisur nga Hanihotit pra dhe deri në qytetin e Vlorës. Nga ana tjetër, vetëm dje ne kemi prezantuar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës një nga projektet më ambicioze dhe më të dashura, do thoja unë për shqiptarët. Hekurudhën Kuqezi. Hekurudha Kuqezi, e cila pas një studimi të gjatë që u realizuar përmes një tenderi ndërkombëtar, një konsorcium austriak arriti dhe solli në tryezën tonë 3 variante, duke sugjeruar si variantin më të prekshëm nga ana e qëndrueshmërisë ekonomike, por nga ana tjetër edhe i një sensi të demografisë për sa i përket zonave, variantin i cili kjo hekurudh kalon nga Shkodra, si kryeqendra e veriut, në drejtim të Gjakovës për t'u lidhur më pas me fush Kosovën. Kjo është një tjetër hekurudh shumë e rëndësishme, e cila realizon eksaktësisht atë që ne kemi thënë për portin e ri të Porto Romanos. Porti i ri i Porto Romanos është një port i cili nuk i përket vetëm Shqipërisë, është një port i ndërtuar për 3 shtete. Është një port që do t'i shërbej të gjithë volumeve të madhrave transportit dhe qytetarëve të Republikës Shqipërisë, të Maqedonisë Veriut edhe të Kosovës. Duke qenë se është një port i dizenjuar që në gjenezën e tij i lidhur me 2 porte të tjera të thata, të vendosura në Shkup tashmë, sipas ndryshimit që bëri qeveria maqedonse, dhe në Prishtinë. Pra, kjo hekurudh përveç një ëndre për t'i dhënë akses të gjithë kosovarëve për të ardhur në Shqipëri në rreth 2 orë e gjysmë, 3 orë, nga ana tjetër krijon dhe një akses të plot të lëvizjes së mallrave dhe unë këtu do të shtoja edhe diçka tjetër. Krijon një akses për Shqipërinë në korridorin e 10 përmes hyrjes nga Nishi, duke e bërë kështu vendin ton të lidhur me 3 korridore infrastrukturore të rëndësishme, me korridorin Adriatiko-Jonian, me korridorin e 8 dhe me korridorin e 10. Për infrastrukturën, për të thënë drejtën, mund të flasim shumë, por unë do desha ta përmbyllja këtu, duke thënë që sot, ashtu siç e thash dhe në fillim të fjalës time, nuk flitet më për sasi, sa kilometra kemi bërë, sa kilometra do të bëjmë. Sot flitet për mënyrën cilësore se si ne po e dizenjojmë infrastrukturën në ndërlidhje të plot midis llojeve të infrastrukturës dhe në ndërlidhje të plot midis vendeve fqinje që ne kemi, duke pasur parasysh zhvillimin ekonomik dhe social të Ballkanit Perëndimor, duke pasur parasysh aspiratat e popullit shqiptar për të qenë një vend antar i Bashkimit Evropian dhe për të realizuar të gjithë ëndrrën tonë të Shqipërisë 2030. Shumë faleminderit për vëmendjen, shpresoj mos të jem zgjatur dhe do desha t'ia jepja fjalën kryeministit Rama.